Këtë javë është zbardhur kërkesa e qeverisë për pezullimin e vendimit të GKK-s ndaj Belinda Ballukut. Në dokumentin e firmosur nga kryeministri Rama për gjykatën kushtetuese, argumentohet se gjykata e posaçme ka ndërhyrë në kompetencat e kryeministrit, presidentit dhe kuvendit. Qeveria kërkon pezullimin e vendimit vetëm për pjesën që ka të bëjë me largimin e Ballukut nga detyra. Dosja 21 janarit është rikthyer sërish në vëmendje pas deklaratës nga qelia të ish-presidentit Ilir Meta, i cili ka kërkuar të merret në pyetje, duke pretenduar se ka dijeni për ngjarjen. Pas kësaj reagoi Sali Berisha, i cili është marrë më përpara në pyetje nga SPAK për dosjen e 21 janarit. Berisha deklaroi se Meta, atëherë zëvendës kryeministër, mund të di detaje dhe zbuloi për herë të parë një bisedë me ish-deputetin e ndjer Dritan Prifti. Sipas tij, ai kishte kërkuar një detyrë të rëndësishme, ose ndryshe do të publikonte videopërgjimin e Ilir Metës në zyrën e ministrit të energjetikës. Gjatë javës u zhvillua një takim i fshehtë në Partinë Demokratike me emra të njohur si Ervin Saliani, Ilir Ali Mehmeti dhe disa deputet të zgjedhur nga listat e hapura, po ashtu dhe nga primaret në PD. Reagimet ishin të shumta dhe të menjëhershme për takimin. Gazmend Bardhi e minimizoi takimin duke e quajtur një kafe mes kolegëve. Ndërsa Ilir Ali Mehmeti u shpreh se nuk komenton statuset në rrjetet sociale dhe se gjithashtu puna për problematikat e partisë do të vijojë. Edhe Saliani kërkoi analizë të situatës brenda PD-s dhe gjithashtu hierarki të përcaktuar nga votat e qytetarëve. Një reagim për ngjarjen e pati dhe Berisha, i cili u shpreh se në Partinë Demokratike nuk janë të përjashtuar asnjëri dhe tha se debatet janë normale. Ndërsa në fundjavë Shqipëria ishte në fest. Me 28 nëntor në Vlorë u mbajt ceremonia ngritjes së flamurit, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të lartë të Shqipërisë dhe Kosovës, mes tyre kryeministri Rama, presidenti Begaj dhe presidentja Osmani. Ndërsa 29 nëntori, dita e çlirimit nga forcat fashiste italiane e gjermane, e gjeti politikën shqiptare të ndarë në dy kampe. Ishte Partia Socialiste ajo që zhvilloi homazhe në varresat e dëshmorëve të kombit, duke nderuar sakrificën e atyre që luftuan për lirinë e vendit. Ndërsa Partia Demokratike nuk bëri asnjë reagim për këtë datë, pasi e djatha feston 28 nëntorin si ditën e çlirimit dhe të pavarësisë. Kjo ishte edhe përmbledhja e javës. Për lajme të përditshme, na ndiqni në zëri.al.